Qytetarët shkodrane mirëpresin investimin për transformimin e hyrjes së qytetit, duke cilësuar si një prej ndërhyrjeve më të domosdoshme në infrastrukturën urbane. Sipas tyre, për vite me radhë, kjo zonë ka qenë e anashkaluar me mungesë të gjelbërimit, këndeve për fëmijë dhe hapësirave që japin frymarrje Shkodrës. Për si e mojnë mendon, këtë pasuar javë të herë e kanë prish, e kanë gadit. Pesh e kanë marrë me forcë me gadit. Pa kja hymë e Shkodrës. Kja shumë mirë. Ku jene a me pas, bile me bam, me kohen si ka kënë. A fte për vonë. Shqyqyr biles, si e presim këtë ditë si e kanë marrë me ba. Për fmi me lujt pa. Për bini futbol, basketbol, volleybol, setitore, për pres tanaman. A rjesë zakonisht jamje. Zotën, edhe këta si ashtu, me pyt vetëm ata që janë eksterniste, që dojnë me pasë. Aja gjatë shumë e bukur për të. Unë jam shumë i kënaqur si pa bëhet i kem rregullim. Duhet më bë inshallah sa më parë. Dhe Shkodra i këtë kënaqësi ka i do. Pa diskutim vonë është, po më mirë vonë se kur. Pa diskutueshme, po ku mi çu fëmijët na. Kena me vetëm lokale me fëmijë të ndohanit. Pas prishjes së objekteve që i hapin rrugë këtij investimi, tashmë ka nisur puna për zbatimin e projektit në një nga pikat më të rëndësishme të qarkullimit dhe identitetit urban. Projekti përfshin zgjerimin e rrugës hyrëse, rikonstruksionin e trotuareve, krijimin e hapësirave të gjelbërta dhe mbjedhje të pemëve dekorative, vendosje të ndriçimit modern dhe sinjalistikës rrugore, ndërsa nuk do të mungojnë këndet e lojrave për fëmijë dhe zonat atraktive për familjen. Bashkia e Shkodrës përmes këtij projekti synon të rrisë cilësinë e jetës urbane dhe ta bëjë qytetin më të aksesueshëm, më të gjelbër dhe më të denjë për banorët dhe vizitorët.